Rrëzohet helikopteri në Mbretërinë e Bashkuar, një i vdekur dhe 3 plagosur. Një burr 70 vjeçar ka ndruar jetë pas rrëzimit të një helikopteri në një fush pranë Doncaster në Mbretërinë e Bashkuar. Sipas mediave të huaja, policia e Yorkshire Jugore thotë se oficerët u thirrën për shkak të raportimeve për një rrëzim helikopteri në një fush pranë Ings Lane Bentley. Zyrtarët thonë se Burri pësoi lëndime të shumta në aksident dhe pavarësisht përpjekjeve më të mira të stafit mjekësor, ai u shpall i vdekur në vendngjarje. Familja e tij është në dieni dhe po mbështetet nga oficerët tanë, thot policia. Piloti, një burr 41 vjeçar dhe 2 pasagjerë të tjerë, një grua 58 vjeç dhe një djalë 10 vjeçar pësuan lëndime të lehta. Një hetim paralel është nisur midis degës së hetimit të aksidenteve ajrore dhe policisë së vendit.